Kosova ka arrit në perfekcionimin dhe rritjen e shërbimeve doganore, dhe për tym në trezet e Bashkisë Evropiane ka shërbime doganës me lirimin e përpunimeve të brendshme, do të thotë jemi të liruar prej taksave të importit. Duhet vazhdojmë që të ballafaqohemi me sfidat e kohës. Besimi im vjen tek rinia e Kosovës, një rini e cila është edhe përgatitur profesionalisht, flet gjuhë huaja. Lidhja jonë me diasporën është një aset shumë i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik, jo vetëm nga aspekti financiar, por sigurisht nga ajo që diaspora mund sjell në aspektin e diturisë dhe lidhjeve biznesore që kanë atje. Me qenë se profesioni im ka të bëjë direkt me edukimin parashkollor dhe të edukosh gjenerata të reja është i rëndësishëm gjithsesi për Kosovën dhe për të gjithë popullin. Kosova ka potencial ekonomik, megjithatë ka resurse ndërkombëtare, ka fuqi të mjaftueshme edhe të lirë punëtore. Drejta është se është në mes në qendër ku frekuentojnë shumë rrugë regionale dhe kombëtare. Ne jemi dëshmitar që Kosova nuk ka pas rrugë të lëvizje të mira. Kjo është një arritje shumë e madhe, sepse ne mund të lëvizim shumë shpejt nga Prizreni në Prishtinë ose nga Prishtina drejtim të Tiranës. Ndihmon zhvillimin ekonomik, lëvizja e shpejtë me infrastrukturë të mirë shteti ecë përpara. Qeveria ka premtuar për subvencione dhe jam i sigurt që do na ndihmojë. Të shojmë përpara dhe të synojmë diçka më tepër. Njerëzit kanë filluar me u adaptu me prodhimet vendore. Fillojmë të zhvillojmë Kosovën. Puna është ajo e cila mund të na çojë përpara.